Si aktivitet e fillova në Itali, fillimisht duke provuar hedhje ndyshe me një instruktor, duke kuptuar që ishte diçka që doja ta bëja, t'idhesha vetëm, sepse instruktori në atë moment ishte diçka e tepërt për mua. Sa e rita në tokë, gjë e parë që bëra, kisha babin aty që po priste, pa njëri tjetrin në përsy, i tha instruktorit sa kushton kursi. Nuk fola. Babi e kuptoi me njerë, nga që kishte një... Çfarë ngrën kjo, ka ngrën mish? Pas një... Sot higo, unë... Mos do ta marrësh? Në që ti kush të adaptoj. Këtë pasionin për mace,